Kilometra në juglindjet e Tiranës shtrihet komuna e Baldushkut, një komunë në një shtrirje prej 14.000 hektarësh ose pothuajse 15 kilometra shkatror. Një komunë që përbëhet nga 16 fshatra, ka 7.200 banor, nga të cilët 4.200 janë votues. Këtu ndodhemi në një pikë të lartë të Baldushkut, më konkretisht në fshatin Jusuf Muçaj. Siç mund të shihet, Baldushku përgjithsisht është një zonë me fusha ku aktiviteti kryesor i këtyre banorëve është bujqësia, më së shumti, dhe pak blegtoria. I përbërë nga 16 fshatra që janë Mumajez, Fushës, Balshaban, Baldushk, Rov, Shpat, Jusuf Muçaj, Mustafa Koç, Koçaj, Tavare, Kakunj, Veski, Barret, Shënkoll, Vrap dhe Shpat, jeta e banorëve të Baldushkut varet kryesisht nga bujqësia. Si kalove? Mirë. Juve jeni banor? I Baldushkut, Jusuf Muçaj. Jusuf Muçaj është Po, fshati. Me çfarë merresh? Unë në Baldushk. Unë merrem ja me bujqësi, me traktor. Ti personalisht çfarë pret? Çfarë do ti që të bëj një kandidat, një kryetar i jashtëm bashkisë? Unë s'dua të shoh traktor ta merr naftën me 1800 lekë litrin. Cilësi s'ka, litra s'merret siç duhet. Hajde tash fshatin bujqësi merret, se s'ka asnjë rrugë tjetër që të merret më gjop. Jeni më fshat, jeni qytet vëlla. Jeni Tiranë tash, jeni kryeqytet. Fshat do jetë akoma, po qyteta kanë bërë ato. Edhe të japin naftën më lirë, plerat, farat, që s'ka asnjë lloj garancia, asnjë lloj, janë shumë të lodha, si thënë. Pas 21-shit do të jeni në qytet. Pjesë e bashkisë. Pjesë e bashkisë Tiranës. Çfarë prisin që do të jetë ndryshe? Po ne pas të bëj diçka më mirë më fjet për ne si fshatar, ja thonë fjalë. Edhe një kusht ke për që vlerësimi i tokës të jetë diçka ke për më thjesht, më fjet që mos kemi një kosë shumë të lartë që edhe ne të jemi të lecuar. Te 5.000. Shtëpia më e afërt e Baldushkut me qendrën e Tiranës është 13 kilometra dhe më e largëta më shumë se 36 kilometra larg. E megjithatë, banorët e Baldushkut, me aq informacion sa ata kanë, presin që dita e zgjedhjeve më 21 qershor të jetë një mundësi jo për të quajtur banor të Tiranës, por një mundësi që çmimi i karburantit për traktorët dhe i pleut të tokës të ulet ndjeshëm.